Unë s'kam një hero këtej. Janë mirë flokët? Ç'kem ke mua ti? Flokët Elvana. Mbaj çik hapin çik rahat. Jam si Obama, mbaj vetëm një buzëqeshje. Ne do fillojmë ne? Se u lodha me fotografi se. Po, do fillojmë. A tu le mon aty më mirë? Jo, se e kam më kollaj. A dukemi... Shiko, jo, super ullu edhe të më intervisto mua, po. Jo, për të intervistuar, do më intervistosh ti mua, po faktikisht me rregull të takohen ty trish këtu. Jo, s'ka problem, ti më bë pyetje mua. Se me rregull duhet jesh ti këtu. Po pse me rregull, kush ne bëjmë vetë rregullat? Se ne vendosëm tani, se njerëzit nuk e dinë, se meqense kemi shumë kamera rrotull, njerëzit nuk e dinë që 2 javë para, ne të dy u takuam në Düsseldorf. Jo, unë vllajim i vogël, ishte një djalë i vogël me flokë të shkurtra dhe jo të kreura mirë, që u takuam. Edhe pse pra floku i shkurtër është shumë sfidues dhe do të thënë që rregullove shumë mirë. Rregullova shumë mirë. Prandaj jemi këtu për të qarë hallin me flokëve tim. Jo, në fakt ne tani jemi këtu në Tiranë të bëjmë intervistën. Po. Njerëzit nuk e dinë që historia jone një intervistë që do bëjmë bashkë, dhe është era parë që jo është era 2 që bëjmë intervistë bashkë mbas shumë vitesh, para ka qenë Anabeli me shkrim, dikur për kopertinën. O zot. Zot, para 12 vitesh dhe kjo është intervista e 2 që bëjmë me kamera, por është shumë e vështirë se intervista me shkrim kur rri në kafe rahat me xhinse. Filloi në Düsseldorf, sepse në Düsseldorf Ela atje kalon një pjesë të kohës së mirë sepse punon në studio. Ka motorën atje Migenën, kështu që dhe unë thash, e di ç'a bëjmë një gjë tjetër, hajde të shohim një herë atje, të shkojmë në terrenin tënd, në një nga terrenet e tua. Kështu që isha në Düsseldorf. Jemi këtu sepse ca gjëra duam kohë. Edhe ne kaluam vetëm një ditë aty sepse unë kisha punë me Andalen të edhe unë ishim punë të tjera. Është bekimi dhe mallkimi, besoj unë. Të dyjave. Të dyjave, po. Kështu që thash, kjo do kohën e vet, kjo intervistë. Dhe mua më pëlqen shumë po ti tulesh këtu, se ky është vendi jot, pra, unë duhet tulem aty. Apo ja, jeni dakord? Ja dakord të gjithë. Se tulem më mirë këtu. Do ulesh aty. Ju vazhdoni, udhëtoni pak në Düsseldorf 2 javë më herët. Edhe ta kosh e këtej? Erda. Hello. Po të prezent Tiranë. Jo, po thash e kam më shkurt këtu. Hi, Nick. How are you? Hi. I'm Dalina. Thank you. Sa kohë kisha papa në studio. Shumë rrallë të shoh në studio. Shumë rrallë. Edhe të vjetë në Düsseldorf të parë në studio. E një sekundë të i gjufin. Hajde, mirë se erdhe njërë. Që ishte jo kënga mi? Këngë re? Zbulove. Normale ta që unë erdha deri në Düsseldorf, do marra në gjëra vjetra. Kur të nxjerrësh? Për disa ditë. Po tani, këto janë këngët që bëhesh gati për verë, bëhesh gati për koncert, bëhesh gati për album. Çfarë këngësh janë këto? Kjo është single në fakt, po njëkohësisht jemi duke punuar edhe për albumin e ri bashkë me Unik. Uniku ke shumë vite që Po, punon. si kam numëruar fakt sa vite. How many years have you been working together? Like 8 years, I think. 7-8 years. Kënga parë është Mane Libe që kemi punuar me Unikun, edhe që nga i moment unë thjesht vendosa që kur më mos punoj me këtë, sepse është i tmerrshëm, and just saying good things about you. No, she's not. You know me. No, I know. You know. It's okay. He knows me. So I have a question now about Elvana. How is it working with Elvana? Actually, very good. I think she's one of the rather super talented people I work with. What does that mean, super talented, in studio, I mean? She is rarely musically gifted, I would say. Like she doesn't only sing, she understands music, and I think that's what, I don't know, makes it easy for me to, communicate the ins and outs of the songs and to create big songs with her, because she's not just a vocalist. In my opinion, Is she like a perfectionist, like one of those like Michael Jackson types that she will do it over and over and over and over and over? Or is she more easygoing? the first one. Like how many times? Does she have like a record of being... Just be honest. I don't know, 1 million times maybe? No, I think we just work on songs as long
as the vibe is okay in the studio, and as long as we are happy with what we're doing at the moment, I think generally speaking, we have to do what we have to do. Like if it takes a million takes, it's okay. Yeah. Even for me, when I play the instruments, it takes a few takes. So I want to get the best out of her. She does the same with me. So we're working pretty hard on the songs. Yeah, because she's a heavy machinery. I've worked with her in projects, Yeah. not musical. I'm not a musician, and she just doesn't stop. Never. Like never. Like Never. she tires you, and she's very exhausting. And you know, she's like, if she's not in the studio or filming, then she'll like write. She's like, what about this idea? This idea? This idea? Like she never stops. Yeah. So is that with you too? Even when she's out of the studio, or when you're tired to go home, does she like keeps going? Do you have the same experience, the painful experience as me? I wouldn't. Yeah, I understand your point. I wouldn't call it painful. I'd rather find joy in working in something you actually love. So I wouldn't call it pain. I would actually say it's a blessing to be able to do what we do. Like Absolutely. I'd rather work 40 days on one song than do anything else in my life, to be honest. Të përkthej pak, thonë që s'kam dy lidhje me këtë punë. Okej, bo, do të thosë. Now, before I go to talk to a little with my friend about other things that, you know, and go back to Albanian, one more question. Since you've worked for 8 years, what is one song that you hold dear? A song that you really like? Or It's hard to separate them, right? Like, Yeah. pick one. Like, I think Pick the most favorite one. Metana is. Metana, definitely. Yeah. I think it's the biggest song. oh, you work with Tana here, so you're Yes, actually, yeah. Yeah. We were in together. Düsseldorf. in Düsseldorf. in Düsseldorf. Yeah. Most Did of you the hear what happened with the all Albania is like was in love with Metana for a long time. Yeah, I think the whole world. So you heard the whole, you heard the big rumor of like what Metana did and the effect that had in Albania. Yeah, it was a big song. And I'm actually really proud of this song because I'm proud too. she could showcase her vocal ability, and I could showcase my, I think, production ability. So it kind of melted together a really great product. Thank you so much. Thank you. I'll let Thank you you for having work me. because I know that besides for being German into the work, also Yeah. So keep you do your work and I'll talk a little in Albanian for all the Albanians. Perfect. Thank you. Kështu e zemra. Hëmë i zemra. Hëmë i zemra. Ato që i pyeta dhe unikun janë pyetje që edhe unë kam parë, dhe unë e di që se si punon ti. Dhe nuk është vetëm uniku, po janë gati sa herë që edhe unë flas me producer të ndryshëm që karriera ime të gjithë kanë ka një pikë të dobët veçantë për ty, edhe mënyra se si punon në studio. Shiko, është shumë fantastike kur e dëgjon këtë gjë, të jep një lloj kështu boosti, të jep një lloj frymëzimi dhe më shumë. Ndonjëherë unë në atë vrullin e punës harroj. Harroj dhe është e nevojshme ndonjëherë kur i dëgjon të fjalët e mira kështu. Si e zgjedh ti këngën? Më thë si e mendon ti? E ke më shumë çfarë duhet tani apo Nuk bëj matematika, Dalin, thjesht fokusohem në atë të vërtetën e ndjesisë që më jep materiali. Thjesht për mua është e rëndësishme që ndoshta edhe ndonjëherë kur gjërat proces të punës kur nuk janë kështu në atë perfeksionin e vet, kam hequr dorë. Domethënë më intereson më shumë ndjesia e vërtetë që jep materiali. për shumë njerëz më mendojnë që duke qenë se ti për shumë ke koncerti Milanot, që ka pas koncerte në stadiume që ka shumë njerëz. Dhe ndoshta mendoj që ti kur futesh në studio ti je kështu, po krijon një gjë dhe kjo gjë tash do ka kaq shumë klikime, kaq miliona klikime ose këtu në këtë moment në stadium do ngrihen të gjithë. Apo s'ndodh këtë ty? Është Sigurisht që personal. ndodh. Kryesisht kjo ndjesim vjen me baladat, por kur futem që në studio që të krijoj, unë shkëputem nga realiteti. Edhe ndonjëherë nuk është që ndjej atë momentin që do ta këndoj në stadium, thjesht futem më thellë në mendim, arrit ndonjëherë më duket si çmenduri, po imagjinoj njerëz duke qeshur, duke qarë me këngën time, me atë që unë po përcjell. Ajo gjë më ngacmon, më frymëzon shumë. Tash ti sapo nxore këngën e fundit që ishte me Moment. moment, Me që është Stanaj. shumë e bukur me Stanaj. E dua shumë këtë këngë. Është e bukur shumë, kam ngelur pa fjalë në fakt nga procesi i punës me Stanaj, është
është një artist i mrekullueshëm, po dhe një njeri i mrekullueshëm. Kur thua ngelesh e mrekulluar, ç'a kanë këto artistë që të mrekullojnë ty ndryshe nga të tjerë? Se njerëz të mirë janë të gjithë, me jo. Shumë Është i disiplinuar apo shumë i disiplinuar, shumë kreativ, edhe ajo energjia, kimia në studio është shumë e pasforcuar. Neve kemi ndetur 3 ditë edhe ne janë dukur si 3 orë. Edhe kombinimin e kishte fantastik të zërave. Ka pëlqyer moment? Më ka pëlqyer shumë moment. Më pëlqen se ka qenë një temë që nuk e kam prek më përpara. Është ajo lufta e brendshme kur ti je në atë pikën që duhet ta lësh dikë, pastaj thua rri edhe pak. Më kupton? Kur ti lufton për një dashuri që e shikon që po zhduket, po nuk e pranon. Zemra jote e refuzon ta pranoj këtë vërtet. Tash këtu jemi në Europë. Jemi në Düsseldorf, që është era parë që e shoh. Interesant akoma se kam parë tamam, po do e shohim pastaj. Po do e shohim. Është shumë bukur. Po, është i bukur. Tani ti Uniku, ç'as tha për ty? Më mbahet mend, nuk e di a ka dalë kjo apo jo, po unë mbaj mend që kur po punoj me Pooh Bearin atëherë në Amerikë, që ai është një super producent Pooh Beari për ata që se njohin, edhe është producenti i albumeve më të mira që ka pas Justin Bieber dhe Alvana ka bërë disa këngë me të, edhe ai foli shumë lart për ty, dhe nuk foli kështu gocë e mirë, një vajzë shqiptare, po tha që je super artiste. Kështu që ke pasur lëvdata të tilla, edhe nga producentë shumë të mirë të huaj. Ke pasur një moment, për shkak, ke një moment ti kështu dhe një sikur, sepse punon me këta të huaj në studio, ke punuar në Amerikë, në LA, ke punuar këtu në zemrën e Gjermanisë, ke punuar kudo punon në Berlin. Dhe pastaj punon këto këngët, pjesa më e madhe shqip dhe i çon në një treg si Kosova dhe Shqipëria që është më i vogël. Për shembull, ke një kështu si keqardhje për shembull që e burr kjo sikur. Sikur, s'ka një sikur ti. Të ndorosh është falas. Shumë sigurisht ai sikur është brenda meje, po unë nuk e kam parë ndonjëherë kombësin time si një kufi. E kam parë si një piknisje, në fakt. Unë i bëj materialet pa një qëllim caktuar që dua të deportoj në Gjermani apo në Zvicër, apo unë e nxjerr muzikën në botë dhe kudo që ajo mbjell është e mirëpritur. Për mua është shumë e rëndësishme që të krijoj një material që i reziston kohës në fakt. Po asikur, me që se ti ke një koncert shumë të madh tash ke në maj, shqyr që tani po rregullojnë gjërat, paktën për juve, jeni në skena të mëdha, ti e hape para tek stadiumi, që ishte edhe ajo një eksperiencë që kam qejf të pyes më vonë. Stadiumi ka qenë trojet shqiptare, ndërsa në Europë mendoj që koncerti i parë ka qenë koncerti që kanë bërë në Langdes Arena në Köln. Në Köln. Dhe tani ke në Milano. Është në Milano. Ka një pyetje kurioze që diskutojnë gjithmonë. Kemi diskutuar në tavolina mes njerëzve që kur shkojmë te këngëtarët e huaj. Dhe dilje ti për shkak bëj 100 koncerte, që sot do kisha atë lloj organizimi. Ndoshta edhe 200. Edhe 200. Patjetër. Energjia, dashuria për këtë punë nuk më mungon kurrë. Të gjitha këto koncerte dhe në Shqipëri, në stadium dhe në Langdes Arena në Köln ka qenë një punë jashtëzakonisht e vështirë, shumë sfiduese për mua. Edhe këtë herë në Milano, besoj që t'ja dali me sukses prapë. Qa t'jep koncerti madh? Se mbaj mendish ka qenë një moment shumë i bukur, ajo video që nga ngelur fisim, video mbas koncertit të stadiumit që përqafove me Andin. Po. Si ti marr Andi flet shumë edhe punoni bashkë, Andi ishte aty, hello. Hello. Por ai ishte shumë emocionuar, sikur ishte diçka sikur ja dolëm. Po ndërkohë ju keni kaq vite. Pikërisht është ajo që po thoja, nuk di të ta shpjegoj sa sfiduese ka qenë për neve. Hera e parë në historinë e industrisë muzikës shqiptare që ndodh një koncert i atij niveli. Edhe ndoshta edhe unë vetë kur e kam parë koncertin se kam besuar që kam qenë unë ajo që e kam bërë ato koncert vërtet. Edhe prandaj ka qenë ai përqafim aq i lumtur se e kemi kaluar shumë. A besoj ti që do kisha ai shumë njerëz, jam shumë kurioz. Nuk e besoj. Jo, nuk e kam besuar ti. Vërtet. Shikoj, gjithmonë jam dyshuese ndaj vetes. Unë jam shumë konsciente për punën që kam bërë këto 20 vjet, por prap kam një kështu pikpyetje gjithmonë te vetja, them vërtet. Edhe kur jam gjetur në skenë kam parë 25.000 vete, kam thënë, wow, vërtet. Në fakt, ky është qëllimi im në koncertin që dua të bëj edhe këtë herë në Milano. Në përgjithësi me gjithë koncertet e mëdha. Unë dua që njerëzit vinë, të këndojnë, të kërcejnë, po dua që të përjetojnë eksperiencën, ajo vlen më shumë për mua. Mund të themi që qëllimi im kryesor është që kur njerëzit dalin nga koncertit ndihen më të motivuar për jetën, mundësisht. Hola, të bëj pyetje se pyetjen e fundit përpara se ne të lëvizim pak se kemi të rrim gjatë në Düsseldorf sot. Tani kur shoh koncertin, dhe nuk është thjesht një investim
në kostumografi, po shikoj investim që për mua është një investim më të mëdha si popstar që është bërë ndonjëherë në Shqipëri, në koreografi, në propsa, domethënë në gjërat që futen në sken, në ndriçim, në grafik, në çdo gjë. Dhe është ai koncert dhe është aq stadiumi, aq mban. Dhe padyshim që njerëzit vinë për ty se vinë dhe për këngët. Vinë për një histori mbi 15 vjeçare këngësh dhe hite që ti ke. Unë pyes, edhe shumë të tjerë, dhe llogaritet e shqiptarit, që pse investohesh kaq shumë? Pse kërkon kaq shumë? Gjithmonë pyetja është për këtë treg. Po, pra. Ha. Shiko, shumë e thjesht. Është trashëgimia ime artistike. Unë jam shumë e fiksuar që një koncert i imi tjetë njësoj si yjeve botëror, sepse ndoshta ne nuk kemi 300 veta staf, si që kanë ata, se jemi Shqipëri. Unë kam qenë e fiksuar në çdo detaj që ka qenë në atë koncert që tjetë njësoj si një koncert i një artisti botëror. Dhe ti do që kjo lloj trashëgimie që do thot të jetë një vlerë në muzikë, edhe të marrin njerëzit nga kjo. Kjo është e rëndësishme për ty që çfarë marrin njerëzit? Absolutisht po. Koncertet që më kanë bërë, di që kanë frymëzuar njerëz dhe artistë, edhe për mua kjo është e rëndësishme. Trashëgimia që unë lë, edhe kur mos jem më, kur ti shikoni këto koncerte, do ndjeni besoj krenari. Unë zoj shoh se jam më e madhe se ty. Okej, super. Rucola or truffle. Mar truffle. Okej. Po edhe këtë kam qef. Po? Okej, me dashke spicy. O, zot, Dalina, po am mish. Po mirë se... Unë kam qenë gjithmonë vegane, vegetariane. Në erdi porosia? Po, se ne porositëm... Qa ishte kjo? Kjo është shumë e famshme. Po, shumë e famshme. Është një sandwich me copa mishi. Dhe ne që kemi promovuar gjithkohën... Vegane. Vegetariane tani, kalojmë në mish. Në mish, në steak, dhe do ta ham, do ta grim. Po. E që sa i e di që ne po presim. Bukur është shumë, Dalina, neve jo, sa unë jam vegane, vegetariane. Një steak, lutem, po, bravo. Perfect, thank you. Po, kjo është e jona, this is ours. Yeah, thank you. Kjo hajde gjallë tani, ikim, vazhdojmë. Vazhdojmë më pash. Thanks. Se me dhane. Se këtua fare. Dhe njërë një kohë. Te, kate. Prit. Majtë, ku leti këtu? Këtu. 1, 2, 3. Po ti sa shpesh u ti udhtoj shumë? Udhtoj jashtëzakonisht shumë. Ka ditë që udhtoj, ka muaj që udhtoj. Oh, faleminderit. E di sa e bukur që është kur takojmë shqiptarët që jetojnë jashtë, se mos në Düsseldorf ndodh shumë. Ka shumë shqiptar do? Ka shumë shqiptar. Po më gëzon shumë se ata nuk takojnë vetëm Elvana, po sikur marrin edhe një copës nga Shqipëria. Edhe janë shumë të mirë, më japin shumë dashuri. Më gëzojnë shumë, me të vërtetë. Mra pak telefoni, po stajgjë. Motra, po na pret. Po pret Migena, që kam një pyetje tjetër unë, me që... Okej, këtu është Migena, këtu është puna, këtu prapë një studio, Düsseldorfi, pastaj ikën në Tiranë prapë është një studio, pastaj në Berlin është prapë një studio. Pushime, çfarë pushime është bën ti? Ku i bën pushimet? Kur i bën? Ndoshta si bëj fare. Keca me mamën dhe babin. Kje ato, ke një palë buke speciale me mamën dhe babin. Gjë është shumë rëndësishme për mua që të paktën një javë absolutisht pa diskutim. Një javë gjatë verës, mundësisht dhe një javë gjatë dimrit. Se kemi dalë me këto dimrit, po më mbushin shumë. Marrë shumë jetë kur bëj pushime me të shtëpis, edhe me miqtë e mi, në fakt. You're closing? Okay. Then we have to leave. Ja, ke dëshirë të blej një frutë më, se do thua që erdhe deri në Düsseldorf, s'na bleu Elvana sa fruta. Po. Sa fruta ke qef? Raspberries. I'll have some lychees. Ku janë lychees? Can I have some lychees, please? And raspberries. Okay, it's for free, right? Thank you. Thank you. Bye. Bye. Është shumë interesante, Dalina, që sa herë ndodhem përballë Migenës,
Gjithmonë kam një posturë, në fakt që si klasa parë, ka të dëshirën për të mësuar diçka të re. Po i keni kënduar që të vogla bashkë? Po, sigurisht Migena këndonte e para edhe ka zgjuar ato ndjesit e mia të para për të kënduar. Kemi kujtime shumë të bukura bashkë teksa çmendim komshin me këndimin ton. Njëra opera, tjetra pop. Por që në atë kohë se dija se çfarë doja, po thjesht e dija që doja të këndoja pafund. Me mamin në shtëpi që thoshte një herë njëra, një herë tjetra. Me radhë. You said of a dream in me, getting louder now. Can you hear it? Never, never, never for me, never enough, never enough, never enough for me, for me. Migena, kur u rrit për ty, Elvana? Kur është momenti që ti thua, okay, që nga rritur? Ose po e marr seriozisht. Rritur. Pra është ai momenti që mund ta lësh, ja heqësh dorën, për shembull, edhe ta lësh të kaloj rrugën vet, ose të marr autobusin për shko. Nuk ka ndodhur, nuk do ndodhi. Unë për Migena dojmë gjithmonë motra vogël, është e pamundur ne. Po lëre të flasë, një çik lëre të flasë. Po. Mendoj momentin kur ka qenë në gjendje të marrë vendimet e saja me plot vetë dije dhe me plot vendosmëri, ka qenë momenti kur ka menduar që është rritur. Po në anën artistike, për shembull. Po kjo përfshin edhe anën artistike, pjesën çfarë do të bëj, çfarë nuk do të bëj, kjo diferenca kur dikush ndan këto dy gjëra, këto dy aspekte, mendoj që është në momentin e tij më të mirë për të thënë që jam e rritur. Më pëlqen shumë të di se si mendon Migena, sepse është kritike me mua. Qoftë ndaj veshjeve, performancave. Po dhe ju jetoni në botë, Migena ke 20 vjet që jeton këtu. Pak më shumë. Gjysma jetës, sa më shumë se gjysma? Po. Më shumë se gjysma jetës. Dhe është natyrë tjetër. Vetë edhe muzika, edhe ajo që bën ti, ka një natyrë tjetër dhe mënyra e sjelljes. Nuk është koncerte s'ken, pra ka një tjetër sjellje skenike, ka një tjetër, nuk e di, komunikim. Gjermania vetë, Düsseldorfi ka një lloj ftohtësie tjetër. Nuk e di si ka një temperamentin e ka, unë pak të me saj njoh Elvana ka temperamentin e nxehtë, është kështu shumë e hedhur, ti e merr përmbledhur. Ku ka përplasje mes jush të dyja? Ku është në këtë dy natyra të ndryshme? Realisht, për sa i përket asaj pjesës që njerëzit mund mendojnë që Migena është soprano dhe unë jam pop singer dhe ne përplasemi me gjëra shumë ajo më kupton njerëz zakonisht shumë mirë. Me muzikën? Po, shumë, dhe me projekte. Jo, unë kisha për natyrën, prandaj po thoya natyra tuaja. A për natyrën? Po për natyrën zgjidhemi që ditën e Adalina. Pra për natyrën po thoya, ose prandaj mblodha. Domethënë se natyra edhe në sjellje, domethënë ti je më kështu, ke atë lloj, është pjesë tjetër, është dinamik tjetër, dhe opera ka, dhe opera është gjithë ambicie, po. Shiko, edhe Migena ka shumë humor, domethënë, po unë jam gjithmonë guxoj pak më shumë. Kupton, Migena është më përmbledhur. Herën e fundit për shembull bëra një postim në Instagram, tash diçka fani për mamin. Migena është më një sekondë tash, më kupton se flasim për mamin këtu. Edhe është më emocionale, është më e prekshme për këto gjëra. Çfarë është gjë që se ke ti dhe doj nga Migena? Që ka Migena dhe doj ta kishe ti? Qetësinë. Po, shumë e qetë. Është shumë e qetë. Domethënë ne kur punojmë bashkë, unë jam shumë kërkuese, ndonjëherë nuk kam durim, e dua atë rezultatin me një herë. Më kupton pse punoj shumë fort, ndërsa Migena i merr me shumë qetësi, step by step, gjithë procesin e punës kur punojmë bashkë. Edhe atë qetësinë që ka ajo do doja ta kisha edhe unë.
Po, Begina, po, për ty, që ka një gjë Elvana për shembull që do doje ta kishe? Asgjë. Mirë, shumë mirë, siç është Migena. Po lere më të Më pëlqen shumë forca që gjen tek iniciativë marrëse. Ndoshta guximi, është pak më e shpejt për të përqafuar një diçka. Unë ndoshta jam më e mendueshme në sensin e reflektoj, ajo ndoshta guxon edhe më shpejt. Pjesa e iniciativës më pëlqen shumë, më inspiron jashtëzakonisht shumë nga Elvana. Keni qarë kur e keni parë njëra tjetër në skem? Ka pas momente që jeni prekur? Kjo ishte shumë e bukur tani. Sepse unë kisha premtuar vetes që nuk do qaja dhe pse jam emocionuar në momentin e parë që kam dalë në skenë në stadium. Por realisht momenti që nuk i mbaja dot lotët nga gjithë koncerti ka qenë momenti kur këndova me Migenën. Edhe nuk doja të qaja sepse nuk doja të prishja gjithë atë magjinë që po ndodhte dhe njerëzit që po mrekulloheshin me zërin e Migenës, dhe pse po qaj? Po, mu qaj? Oh my god. Yes, okay. Sa e bukur. Ajo momenti kur njerëzit do mrekulluan me zërin e Migenës, po nga njëra anë po ndjeja, ndërkohë që po këndoja, po ndjeja që ishim dy vajza të vogla ashtu siç kemi filluar të këndojmë. Gena ka qenë 6-7 vjeç, unë pak më e vogël, edhe ndërkohë që këndoja, përfturoja veten time dhe motrën të vogla. Edhe në atë stadium aq gjigant, imagjinoja dy njerëz, mamën dhe babin që po na shikonin, edhe nuk e di se uroj që ta kanë ndjerë atë lloj krenarie që unë imagjinoj që ata kanë ndjerë, në fakt. Edhe ka qenë me të vërtetë pa harrueshme edhe për mua. Okej, më në fund ulëm. Pak më ndryshe se Düsseldorfi, pak të nunë. Po, jo, të dy janë, në fakt. Jo, t'ishe mirë, Duke me më bukur këtu, në vendin tonë. Tash këtu ti je në vibe sheqeri, unë isha vllai vogël, korrespondent, dërgova atje dhe sot jam. Kështu vendosa edhe unë sot, jem në vibe sheqeri. Po, është vibe i sheqerit, apo jo? Po. Është si këto turnet që bëhen. Ti je pak vibe i kripës. Pa. Dhe jam pak në gjendje më kripe, apo ndoshta kështu përfituron ti? Kështu përfituron ti se të kap këtë presionin. Pëlqen mua. E plot me krip. Ka lezet ajo. Po ti si ndihesh? Prandaj shkojmë bashkë në këtë intervistën kështu ulur. Si ndihesh? Ke ndonjë presion se unë e di që intervistat nuk i ke shumë që? Presion, shiko, presion tani mirë jam, me thënë të drejtën, mirë jam. Edhe kështu me fostani po ndihem shumë komode. Po, pra atë presionin tjetër. Po, atë presionin tjetër. Po atë si ja bë me presionin? Si ja bë për shumë presionin aktual, ke koncertin që e diskutuam pak më disa ditë më parë. Po. Kam kuptuar që presionin nuk ndryshon asnjëherë, është gjithmonë prezent. Thjesht merr një formë tjetër. Edhe un kam kuptuar që në fakt gjëja më e rëndësishme që duhet të bësh, sekreti, është që ta kanalizosh në punë edhe jo frikë. Pjesa më e vështirë për mua si një artiste femër këtu në vendin tonë është gjykimi konstant, sigurisht. Pse e bëri, si e bëri, duhet kjo, s'duhet ajo, po pse e tha kështu, pse duhet kështu. Edhe në fakt kjo gjë më sjell një luftë të brendshme, dua të them. Një luftë të brendshme që të bën që të fillosh të përshtatesh pak të tjerë dhe jo të bësh atë që ti ndjen vërtet. Por thjesht kuptojnë që duhet shumë guxim për të qenë vetvetja në një botë ku në mënyrë konstante mundohet që të tjetërsoj. E megjithatë, unë kam mësuar që ta shikoj presionin jo si armik, sepse është një tregues që ajo që ti po bën ka peshë, në fakt. Dhe kur ti e pranon, bëhesh e pathyeshme. Të qeni në maj, ti ke qenë në maj për shumë vite, edhe maja është, pra në qoftë se ne mendojmë për këngëtarët, artistët më të mirë shqiptar, je në maj, por ka shumë, domethënë, në kuadër të presionit, ka shumë përplasje, ka shumë gjëra të reja, qoftë edhe nga ana e showbizit, për shembull e muzikës. Më shumë muzikës dhe showbiz, që ka hyrje të reja vazhdimisht dhe kjo nuk është vetëm këtu, ka tronditje të gjithë rregull muzikor në të gjithë botën. Ndërkohë që ka dhe presionet të tjera që vijnë edhe nga njerëzit, nga showbizi, nga kush duhet të jesh ti, a duhet të jesh më reality personazh apo duhet të jesh më personazh
më artiste, më izoluar. Të gjithë këtë kur e shef, domethënë kur je këtu në maj kur qëndron, si e mban ti këtë? Domethënë bashkë me presionin. A ka ndonjë mënyrë tënde se si qëndron fort? Apo nuk e shef fare ti majën perspektiva jote? Shiko, ti the pak më para a ke frikë që të biesh nga maja. Edhe në fakt kur kalon shumë sfida, ti nuk ke më frikë, sepse ti e di shumë mirë se të ringrihesh. Ndaj dhe unë kam qenë gjithmonë e bindur që çfarëdo lloj gjë që të kem përpara rrugës time do t'ja dal, sepse puna, jeta dhe të gjitha sfidat që kam kaluar më kanë bërë më të fortë. Po qetësia a ka një moment që është pasi sa e zhurma ujit? Moment paqe, një nga momentet që kam ndjerë paqe dhe qetësi, që në fakt nuk do të harroj kur, ka qenë mëngjesi i të nesërmes, mbasi kam bërë stadiumin këtu në Tiranë. Ai ka qenë diku ora 6 e mëngjesit, unë kam qenë me 2 orë gjumë dhe nuk ndjeja lodhje, sepse kisha një gëzim shumë të madh që do niseshin për pushime me familjen time. Dhe ai moment ka qenë një diell shumë i bukur, kemi qenë në makinë. Ishte direkt mas koncertit të nesërmen? Direkt mas koncertit. Mas asaj zhurmës madhe? Mbas asaj zhurme shumë të bukur për mua dhe të paharrueshme. Unë kam shkuar me makinë për pushime me familjen time dhe nuk do të harroj kur atë shikimin, atë lumturinë që kishin në sy mami, babi, motra. Thash, okay, më në fund po përjetoj pak momente qetësie dhe për mua ishte një shpërblim shumë i madh që mbas gjithë atij suksesit të mund ta ndaja pikërisht me ata. Jeta jote është shumë interesante, jo vetëm nga ana e karrierës, është shumë e dukshme, por për të anës karrierës edhe është perceptimi i emrit tënd. Pra, ke një emër që është perceptuar, domethënë ka një ndikim shumë fuqishëm. Qoftë edhe ndikim, mund të themi ndikim tek brecat e rinj, qoftë ndikim tek kolegët, nga ana artistike, por ka edhe një ndikim me çfarë shkakton pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja jote në vende, heshtja apo mos heshtja jote. Pra, lëvizjet e tua shkaktojnë një zhurmë, edhe është shumë interesante sepse ti në pjesën më të madhe të kohës hesht. Dhe një lëvizje qoftë edhe jo e bërë nga ty, është gjithmonë një zhurmë e madhe. Dhe unë dua të kthehem këtu pak në kohë, tek historia më e fundit që ishte festivali, era e dytë, kur ti morë pjesë në festivalin e radio televizionit shqiptar me këngën Karnaval. Ajo që ndodhi më pas, ajo që shoqëroi, të paktën unë çfarë perceptova nga rrjetet sociale, ishte një gëzim i çuditshëm i një grupi njerëzish që ndoshta mund të jetë një grup i vogël, por zhurmën e bëjnë të madhe, sepse këto bëjnë dhe më virale, që në vend të vetëm të përgëzonit çmimin e parë apo të gëzonin për çmimin e parë, se ndoshta ai shija e tyre, kishin gëzimi i çmimit të parë shoqëroi dhe me gëzimin që nuk fitove ti, që ishte shumë e çuditshme. Dhe realisht jam habitur shumë, unë nuk e di se si ti ke përjetuar atë zhurmën e madhe mbas. Unë mendoj që ka të bëjë dhe me pritshmërinë. Pra, pritshmëria ndaj materialit që unë do të sillja, ndoshta ka qenë e ngjashme me tanën. Unë kam besuar shumë tek ai projekt, kam pasur një vizion shumë të saktë dhe shumë të qartë se çfarë do bëja në Eurovision me Karnavalin. Në fakt, por jam okay, sepse e kuptova që nuk arriti të depërtoj në zemrat e të gjithë njerëzve, ashtu siç ka depërtuar çdo këngë imja gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe e pranoj, jam shumë okay, sepse nuk mund të do të gjithmonë të pëlqesh të gjithëve. Ajo pjesa që mua në atë kohë nuk mund ta mohoj, më lëndoi, ishte që kaloj në një histeri të pa kontrolluar dhe të pa kuptim. Pra kaloj nga një kritik profesionale në një helm personal. Domethënë, por prap duke qenë figurë publike, pranoj dhe këtë që duhet paguar dhe kjo faturë. Po ti si ndjeve në atë moment? Interneti kështu është sot. Helmi nuk ndalet, i jep lirin kujdo që të shpreh gjithçka, kështu që është okay për mua. Unë këto komentet e këqija që po thoja, unë gjithmonë jam munduar që
unë i lexoj këto komente këqija sepse nuk kam frikë t'i lexoj. Edhe ndonjëherë mundohem që t'i zhvesh nga ky emocion negativ. Më fal që të ndërpres, kam bërë që edhe i lë komentet. Nuk kam frikë t'i lexoj as pak, sepse preferoj që t'i zhvesh nga këto emocionet negative, këto komente, dhe gjithmonë mundohem të shikoj atë pjesën objektive të komentit, sepse ndonjëherë ka sa të vërteta, ose unë të paktën preferoj që të shikoj pjesën e mirë të gjithë kësaj gjës, që të përmisohem për hera tjera. A mendon ndonjëherë që zhurma që ti krijon, edhe duke marrë parasysh dhe rastin në fjalë që ishte vërtet shumë e madhe, domethënë ishte vërtet e shumtuar, më shumë se sa e madhe, ishte shumë e shumtuar. Mendon që mund të jetë edhe një, ndoshta kjo është unpopular opinion, siç i thuhet në TikTok, që mund të vijë nga dashuria. Sepse pse do kenë këtë pse do jenë kaq të nervozuar, të zemëruar njerëzit? Kur ka urrëtie ka dhe dashuri. Edhe prandaj ta thash dhe më përpara pritshmëria, sepse ndoshta një pjesë e njerëzve nga dashuria e madhe kanë pritur që unë të vi me një material të caktuar që ata më kanë zakonisht më përfituar gjithmonë. Por frika ime më e madhe si artiste është që ti më parashikueshme. Ndaj unë zgjodha të vi me një material totalisht të pa parashikueshëm si karnavali. E mbyllë me festivalin? Shiko, unë nga të dyja festivalet kam marrë 2 valixhe shumë të mira me mësime. Po, ka qenë. Cilat do t'i përdor për herën e tretë. Që nuk e di kur do jetë, nuk e di se si do të vi jeta, të them të drejtën. Nuk mund të them as që nuk dua të marr pjesë, as do marr pjesë. Nuk e di sinqerisht. Domethënë do t'i lë gjërat vinë natyrshëm. Megjithatë ti e tham edhe në fillim edhe pak a shumë njerëzit e dinë që edhe sot që jemi ulur këtu është shumë e rrallë, ti nuk ke dëshirë të flasësh shumë për gjërat e tua, dhe për festivalin nuk fole, mora të valixhet tënde të mësimeve, nuk e di e hape aty në vetmin tënde në shtëpi. Është e vërtet. Kështu jam vërtet. Po pse? Je vetë kështu? Jam vetë kështu. Nuk kam dashur asnjëherë në jetë as të viktimizohem për asnjë gjë. Gjithçka që ndodh është e mirëpritur. Unë mendoj që gjithçka që ndodh për një arsye dhe ndodh për mua, jo mua. Nuk jam në natyrë që të them, si ma bën ose si më ndodhi, po pse gjithmonë mundohem të shikoj, të analizoj me shumë qetësi dhe me shumë këmbë në tokë. Po nuk e frikë që kjo edhe mund të largoj pa nga publiku, sepse jemi edhe në një kohë tani, në një kohë për momentin ndërsa bëjmë intervistë, filloi dhe një reality tjetër, jemi në një kohë reality ku të tërë flasin. Dhe sidomos aktorët që më ndryshe, por këngëtarët në botë, janë të gjithë të hapur, tregojnë historitë e tyre, tregojnë dhimbjet e tyre, sëmundjet e tyre, çdo gjë, domethënë bëjnë dokumentar, HBO, Netflix, të gjithë janë duke folur. Dhe në këtë zhurmë ka disa natyrisht. Unë prapë vazhdoj të heq. Ti vazhdon. Domethënë mos të duket sikur edhe kjo mund të krijojë një lloj për së largu dukesh e ftohtë, tangëllikse, siç mund të them në shprehje popullore. Nuk kam frikë nga kjo gjë, sepse ata që më njohin mirë mua e dinë që unë nuk kam lidhje me arrogancën fare. Dhe heshtja është një vendim im i shumë i vetëdijshëm dhe nuk më frikson, sepse qëndroj fort në atë të vërtetën time dhe unë e di shumë mirë pse e bëj heshtjen. Kështu që besoj që ata që më duan prej vitesh dhe më njohin prej vitesh nuk ma keq interpretojnë këtë gjë, po e mirë kuptojnë. Por heshtja të bëhet edhe bumerang në raste kur ka zhurma shumë të mëdha dhe që mund të bëhen shqetësuese dhe jo vetëm sepse ti the njerëzit që më duan dhe kuptojnë, por heshtja jote mund të bëhet bumerang dhe në media, pra jo vetëm nga njerëzit që shkruajnë, por edhe nga mediat vetë mund ta përdorin atë dhe të përdorin emrin tënd dhe të ripërdorin emrin tënd vazhdimisht ndërkohë që ti vazhdon hesht. Këtë e vuan di këtë gjë? Unë nuk kam në dorë dot dhe nuk i kontrolloj dot mendimet e të tjerëve. Unë kam në dorë të kontrolloj vetëm veten time, kam në dorë që të qëndroj fort në të vërtetën time. Dhe unë besoj shumë fort që koha do të tregoj çdo gjë në momentin e duhur. Prandaj jam shumë e qetë dhe shumë e sigurt në heshtjen time dhe nuk më trem kjo gjë as pak. Tani, duke qenë se ti ke kaluar shumë faza që ke parë publikisht, se çfarë është thënë për ty, çfarë lexohet për ty dhe është gjë Elvana Gjata kudo. Ka ndonjë moment për shembull që ti qesh me atë që lexon, që thua për shembull, "Ore, kush është kjo?" dhe hajde të prezantojmë me këtë vajzë se që ka shumë interesante dhe kjo Elvana Gjata tjetër. Më ka bërë përshtypje shumë që për shembull ti e thjesht vetvetja, ti qesh siç po qesh tani me ty dhe ka njerëz që thonë sa fallë qesh, duket që s'po qesh. Ndërkohë ti je më e lumtur se sa kurrë në atë moment. Dhe më ka bërë përshtypje kjo pjesa e falsitetit që mundohen të shikojnë
Ndoshta sepse vjen nga dëshira e ime për të qenë perfekte. Edhe në fakt, kjo është një ndër pjesët më toksike që unë kam punuar me veten ndër vite, sepse dëshira për të qenë perfekte, kam kuptuar që nuk është gjëja më e mirë që mund të bësh ti për veten tënde. Edhe mendoj që jam duke punuar në këtë drejtim me veten, kam arritur shumë. E ke fjalën në të gjitha kuptimet, domethënë në karrierë, në imazh, në çfarë poston, pra e Ky kontrolluar. perfeksioni që unë kam dashur gjithmonë që të kem, si në punë, disiplinën që kam në punë, gjithçka që reflektoj si në jetën time, gjithmonë kam dashur që gjithçka të jetë perfekte, në fakt. Por jeta nuk është perfekte. Dhe është koha e defekteve, Elvana. Ka raste që ti mund të shohësh rrotull te, unë e shoh edhe në karrierën time, po e shohim kudo që ndërsa ti mendohesh, bazuar në eksperiencën tënde, tjetri ka marrë 3 hapa, është rrokullisur aty, as ka hyrë, s'ka bërë një trancë të bukur, është rrokullisur, diçka koti atje, diçka jo profesionalizëm dhe papritur je në garë ose në garë. Pra je në treg me njerëz që mundohen shumë pak edhe ndërkohë shpërthejnë dhe me këto defektet. Edhe pa atë flokun e bukur apo fustanin e Valdrinit apo si ke ndjerë këtë? Do të si mundosh ta menaxhosh të gjë ta shohësh? Çfarë leksionesh po nxjerr nga kjo? Sidomos situata e viteve të fundit. Në fakt nuk sjell perfeksioni paqe. Sjell paqe të qenurit vetvetja dhe kur ti e pranon veten tënde dhe me imperfeksionet e tua. Pa është e vështirë të lëshosh kontroll? Po, është e vështirë sidomos për mua që dua të kem në kontroll çdo gjë. Se kjo është pjesa e perfeksionit. Duhet shumë guxim që ti jesh vetvetja, është guximi më i madh është që ti jesh vetvetja në botën ku jetojmë sot. Tek dritarja e vetme që ti ke të imperfeksionit, sepse është dritarja tjetër që është YouTube, Spotify, ku kënga ka produksione nga më të mirat, ku ti investon shumë tek ajo, investon shumë tek klipi, si për shembull Sheqeri që ishte një super klip që ku e bët ju atë? Në Rumani. Në Rumani, ishte fantastik si klip. Pra ti investon tek ajo dhe nuk besoj se nga ajo do heqësh dorë, nga të bërit e gjërave me profesionalizëm. Patjetër. Po ke edhe këtë dritarin që quhet Instagram dhe TikTok. Dhe në TikTok, për shembull, edhe e çuditshme kjo, se në TikTok je shumë aktive. Po në TikTok është e vërtet që kjo pjesa ime karagjoze gjen hapësirë që të krijoj dhe të kënaqet aty. Pëlqen shumë, në të vërtet. Kurse Instagramin e ke pasur gjithmonë shumë mister. Pra unë nuk kam parë një herë nga ty, nuk kam parë një herë që ti të thua që shtagu më i zakonshëm për miliona veta jam në një drek me shoqet. A do thot kjo që kur nuk je në punë, je all in me ata njerëz që je? Pra që, sepse është bërë aqe pjesë e jona kjo pjesë e rrjeteve sociale, sa që ne nuk e dim a jemi all in the moment, pra që është dhe ky thelbi meditimit që ti je brenda, apo duam të postojmë diçka edhe aty ku jemi. Pra ti, kur je me shoqërinë je all in? Absolutisht po. Koha që unë kaloj me njerëzit e mi është shumë e shtrenjtë. Në fakt, një nga faturat më të shtrenjta që unë paguaj dhe një nga sakrificat më të mëdha që unë bëj në punën që bëj është që mos të jem prezente aq sa do doja të isha prezente në jetët e njerëzve të mi më të shtrenjtë. Edhe këtë gjë e vuaj shumë, në fakt. Sepse do doja që të kaloja më shumë kohë me familjen time, me miqtë e mi të zemrës. Por puna që bëj, unë pa diskutim që e dua shumë punën që bëj, dhe jetoj me të, por kërkon shumë energji dhe kohë, dhe të merr kohën nga njerëzit e tu më të shtrenjtë. Edhe kjo gjë më mundon shumë. Do doja shumë të isha pranë tyre në disa momente që nuk kam qenë. Të thua këtu edhe momentet vështira që s'ke qenë dot afër. Për shembull që të shpenzoj më shumë kohë me familjen, me miqtë e mi që kam kaluar aq mirë dhe kam thënë do doja të rija më shumë, edhe nuk kam mundur dot, më është dashur që të largohem sepse ka qenë projekt i radhës në kalendar që duhet të zbatohesh deadline, duhet të zbatoj plani i punës. Më kupton, për të cilën unë jam
shumë strikte. Momentet vështira që kanë kaluar njerëzit e mi që jam munduar që t'jem pranë tyre, po sot them që do doja të kisha qenë edhe më shumë pranë tyre. Elvana, po ti kur je në momentet vështira, telefonon njerëz, si kalon ti? Kur je keq? Do ta kisha ndarë këtë pjesë, ndonjëherë preferoj që t'jem vetëm dhe mos të ngarkoj asnjëri, sepse jam shumë konsciente që në jetët që kemi sot, kemi shumë ngarkesë të madhe, edhe më duket sikur unë tani të filloj dhe të ndaj shqetësimet dhe gjërat që vuajm, pavarësisht se jam njeriu më me fat në botë për njerëzit që kam pranë, them vërtet, që më duan pa kushte dhe më dëgjojnë dhe janë pranë meje, nga njëra anë unë zgjedh që mos t'i ndaj shqetësimet për mos t'i rënduar ata dhe edhe këtë gjë preferoj ta kaloj me veten. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për mua fjala e tyre, mendimi i tyre, këshilla e tyre. Ti mbash dhe vetë, kërkon forcë, po nga ana tjetër forca edhe paragjykohet, sepse duket sikur gjërat e tua janë më fjollë. Gjërat shkojnë, sepse unë të kam parë, të paktën në marrëdhënie me prindrit, kam parë se si panikon ti, kur kalojnë për shembull, kanë pasur çështje shëndetësore, e ke kështu si, je gati të hidhesh, hidh parashutën dhe ha parashutën dhe hidhu. Kurse e ke shumë këtë pjesën, kurse për vete as unë nuk di shumë për ty sa herë që takoj ty, sepse jemi gjithkohës work, flasim për punën. Po, unë do ndalem pak më vonë te pjesa se më prek shumë. Ti më nje më ke parë që jam shumë e dhënë pas familjes, pas prindërve, janë gjëja më e shtrenjtë që kam, patjetër dhe motra. Por unë të gjitha momentet më të vështira të jetës time kam zgjedhur që t'i kaloj në fakt me veten dhe unë nuk kam zgjedhur asnjëherë që të kërkoj ndihmë profesionale. Patjetër që asnjëherë në terapi. Patjetër që absolutisht nuk mendoj që nëse dikush zgjedh që të kërkoj për ndihmë profesionale, absolutisht është mënyra e tyre dhe jam shumë okay me këtë gjë, por mënyra ime ka qenë që në momentet më të errta, më të rënda, më të vështira ta kaloj me veten. Pa alkool, pa ilaçe, pa asnjë lloj gjëje që ka të bëj me forcën që unë kam gjetur brenda zemrës time. Edhe vetë ndonjëherë habitem sa e fortë jam. Po çfarë bën ato momente? Por ke lidhje me natyrën, ecën, apo mbyllesh dëgjon muzikë, apo thjesht rrin errësirë, do të çfarë ke ca momente që jam e lidhur me natyrën, është e vërtet. Një shëtitje me biçikletë më bën shumë mirë, por siç të thash, më mjafton që të ulem në divan, në mes të shtëpisë time, edhe aty brenda shpirtit tim kam një kështu burim, forcë, energjie që jam shumë e fat që e kam, me të vërtet, dhe që nuk e ndjej të nevojshme të kërkoj ndihmë te dikush tjetër. Përveç burimit të forcës, unë mendoj që duhet të jetë patjetër dhe inteligjenca emocionale, fakti që ti je shef gjën edhe mund ta analizosh. Pra, ndoshta nuk përfshihesh, se ka shpesh raste kur nuk arrin dot të ballafaqohesh me dhimbje sepse përfshihesh aq shumë dhe sikur të shtyp. Kurse kur fillon e del pak, pra unë e them gjithmonë në shpreha e producentit, kur fillon e shef nga jashtë dhe je më i qartë, i ul gjërat, pak dhe sensi humorit ndihmon. Nuk e di nëse ty të ndodh. Sensi humorit më ndihmon jashtëzakonisht shumë, sepse unë qesh edhe kur gjërat janë shumë të vështira, ti apo dikush tjetër ndoshta nuk e kupton dot që unë jam shumë keq për brenda, por sensi humorit më jep një fuqi shumë të madhe. Jo, ti e gjen humorin kudo në fakt dhe unë mendoj që njerëzit akoma nuk e di këtë dhe nëse do dini më shumë për këtë pjesën tënde të humorit, ndoshta do kishte një karrierë të re tani tek ajo pjesa. Kështu që në kuadër të perfeksionit tënd e ke mbajtur aq sa duhet, por padyshim që edhe që nga Elvana që ke bërë atëherë, domethënë gjithmonë ka pasur që nga skeçet që ke bërë me Ermali, po ato Elvana e famshme në... Sepse Ermali është një ndër njerëzit që më ka njohur ndër vite, se sa unë jam
Edhe i në natyrën tënde, edhe ai nuk pyet fare që për perfeksionin tënd, domethënë. Jo. Në atë momente kap atë momente nxjerr edhe ka shumë të mirë atë. Ai ka qenë një ndër njerëzit që ka dashur që ta nxjerrë në pa këtë jo perfeksionin tim. Derisa ti po flisi për pjesën se si menaxhon momentet tua të vështira, si ri vetëm, si ri me veten, si mban me vete, si nuk shkon te terapisti, po bën analizat e tua dhe leksionet me valixhet e mësimeve që merr nga kudo. Mua më shkoi në mendje tash kënga Grada, që jeti në Majt Malit, dhe ka një tekst fort. Ke qenë vërtet në Majë? Po, në Majën e Gjiravicës. Majë Gjiravicës, domethënë nuk është e jaj, është Majë vërtet. Jo, është vërtet. Është vërtet Majë. Dhe siç më pe, kam qenë vetëm. Pa, ke qenë vetëm. Vetëm je futur dhe në ujë të ftohtë, më mund të pres për këngën Lot. Po, -6. Vetëm ke hyrë dhe Majt trenit me këngën Leila. Po. Treni që lëviz është e vërtet dhe ajo. Treni që lëviz për një ure. Po, dhe që du të marrim për ato double që janë në filma. Du të marrim. Në qoftë se nuk e ecë karriera e muzikës, vazhdo sepse fizikisht je shumë e fortë, doja ta thoja këtë sepse janë ca gjëra kuriozitete që njerëzit nuk e dinë që ti i ke bërë në fakt. E kam ndier gjithmonë nevojshme që të qëndroj gjithmonë diku lart, si për makinës, të lotit, si për trenit, si për Majt Malit. Tashi, meqenëse është edhe simbolikisht kjo pjesa e të qenit e majës, edhe pastaj kënga që thotë re 10 herë dhe u ngritë 11 herë. Tashi këtë ringritjen që të ndodh ty. Më shumë se sa rrëzim është këto zhurmat, mbas një zhurme ti bën diçka. Për shembull po ta them unë që të ndihmoj edhe publikun që ta kuptoj. Erdhe u ktheva nga Amerika. Mos ki frikë ta thuash rrëzimi, se unë nuk kam. Po jo, sepse ndoshta nuk është nga dashuria, po thjesht nuk e mendoj, unë nuk mendoj, dhe biles mua më pëlqen rrëzimet personalisht. Edhe mua personalisht mendoj që janë një gjë që mendoj që është shumë e vlefshme, sepse ti mëson si të ringrihesh, ti e njeh më shumë veten dhe di si të veprosh. Pa. Jo, është dhe një shprehje e bukur që ki kujdes edhe nga fitoria dhe nga humbja. Po edhe nga fitoria ki kujdes. Ajo që mua më ka bërë përshtypje tek ty dhe thash do ta them edhe për publikun që ta kuptoj, është për shembull ishte një pjesa jo, shkove në Amerikë. Po. Domethënë bëre klipet në Amerikë. Kur erdhe këtu, kur ishe në Amerikë, thosh na, pse shkoj në Amerikë, ç'a bëri në Amerikë, domethënë denja atje, sikur ajo seci atje, nuk u bë Beyoncé, nuk u bë Jennifer Lopez, domethënë dhe u ktheve, ja u kthye tani. Dhe ndërkohë që ishte kjo zhurma e Amerikës, unë kam qenë dhe biles pjesë e ekipit atëherë, u realizua albumi 3 edhe produksioni që solli këngë të jashtëzakonshme dhe që publiku u çmend me muzikën, me tekstin, me gjithë bashkëpunimin që bërë me Piro Çakon atëherë. Po. Dhe kjo të ka ndodhur her pas here, edhe në një zhurmë shumë të madhe që është bërë para shumë kohësh, bëre tavolinën e mërzisë që është një himn, dhe që njerëzit vazhdojnë e kërkojnë, është një nga himnet më të bukura të dhimbjes. Dhe aty fole, dhe i fole medias, i fole njerëzve. Ishte një fjalim shumë i bukur që ke mbajtur këtë këngë. Pra ti gjithmonë... Prandaj nuk më kanë pëlqyer kur intervistat, sepse mesazhet më të forta gjithmonë kam zgjedhur të jap nëpërmjet muzikës. Po tani kjo është instikti që të vjen apo strategji? Kjo është një instinkt i kthyer në një strategji, sepse ti kur e njeh mirë veten tënde, ti e di si të reagosh. Edhe unë jam mësuar që të gjithë këtë dhimbje, emocionet e forta, ta përdor si një karburant për artin tim. Unë kam kuptuar që ndonjëherë unë jam edhe më kreative kur provokohem. Domethënë krijon më mirë kur provokohesh. Krijoj akoma edhe më mirë. Ajo që ka bërë përshtypje, duke të qenë ndoshta jo së fundi, por para disa vitesh, dolën edhe shifrat e koncerteve. Kanë dalë edhe shifrat e tua, kanë dalë shifrat e shukëngëtarëve të tjerë, dhe kështu që janë të qarta shifrat e koncerteve. Pak a shumë, nuk është se janë të sakta, por janë të qarta që disa janë supozime, disa janë relativisht të vërteta. Tani, është e qartë që ti hyn në këngëtarë më të paguara. Është e qartë që ti ke koncerta. Se është e dukshme. Është e qartë që ti ke... Po, nëse nuk është e qartë mbas 20 viteve, unë nuk se çfarë të them. Po. Tamam. Është e qartë në Spotify nëse do bësh ato llogaritje shumë zi për 4, shumë zi për 2, kush do t'i marr ato llogaritje tashmë me ChatGPT e me të tjera mund të bëj llogaritjet e veta edhe në Spotify. Këngët është e qartë edhe në YouTube mund të bëj llogaritjet e veta. Pra ka shumë gjëra të qarta përreth të gjërave që ti bën. Pra është një portret i qartë që ti je një këngëtare e suksesshme dhe financiarisht ka korrur sukses. Tani, pse është kaq e vështirë kjo të kuptohet, mendon ti? Dhe atë vret kjo gjëja që shpesh herë shkruajnë për ty, sikur si bëre ti lekët, ose si meriton këto lekë, pra. Mendoj që kuptohet, thjesht nuk pranohet lehtë në shoqërinë tonë që një femër të jetë
e suksesshme, të jetë e zonja vetes dhe të ketë mundur që të krijoj të ardhura shumë të mira me profesionin dhe punën e saj. Dorë, si menaxhon financa? Nuk e di se Shumë keq skandal. skandale, ja. Nuk e di këtë detaj, po thuaj ti. Jo, po njerëzit që janë pranë meje di që unë jam shumë e kujdesshme. Sepse unë mbaj mend para shumë vitesh, para 10 vitesh, ke qenë më e vogël atëherë. Mbaj mend ka qenë një situata që ti mbaroi koncertet dhe vije në fundjavë dhe pastaj të hënën ishe në bankë, ishe duke marrë me bankën gjithkohës. Kjo ishte para shumë vitesh që ta sqarojmë. Edhe nuk e di nëse ke akoma atë apo se tashni natyrisht por dhe më shumë edhe disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë, patjetër. Po në fakt mua më kujtohet që më kujtohet një histori shumë interesante në lidhje me paranë që the. Unë si adoleshente kam qenë e pajisur shumë mirë me këtë instiktin e mbijetesës. Edhe koncertin tim të parë, të ardhurat e para që kam marrë, për mua ishin jashtëzakonisht shumë. Sa ishin kurioze? Nuk e mbaj mend mirë, ose më saktë mbaj mend, po s'dua ta them. Po Shiko, kam marrë diku tek 300 euro. Kjo ka qenë pagesa ime e parë fare. Sa vjeç ishe? Kam qenë 17 vjeç. 17 vjeç. Ka qenë koha e etheve të së premtes, aty ka qenë një nga performancat e mia të para që jam paguar. Dhe ditë them që paraja të jep liri, patjetër të jep siguri. Dhe sigurisht që të ndihmon për të arritur qëllimet saktuara, por vërtet mendoj që nuk është gjithçka. Po ndihesh fajtore kështu kur harxhon diçka? Unë di të kanalizoj shumë mirë gjërat kur janë për punë, kur janë për familjen. E përmendëm familjen, e përmendëm disa herë. Familjen tënde dhe e ke shumë të rëndësishme të pjesë, ndërkohë ishim edhe me Migenën në Düsseldorf. E kam shumë të rëndësishme sepse unë jam rritur në një familje me shumë dashuri, shumë harmoni dhe shumë vlera. Do të thënë, ata kanë hedhur themelet më të forta tek unë në dinjitetin, integritetin dhe fisnikërinë time. Unë kam parë prindit e mi të bëjnë shumë si për fëmijët e tyre dhe për njerëzit që kanë pasur përreth. Edhe kështu jam rritur dhe unë, duke parë ata. Shikon, do doja shumë që nëse do bëjte një dokumentar, do doja shumë që të shihni marrëdhënie, sepse ke shumë interesante marrëdhënie me prindrit, sidomos me mamin, sepse pavarësisht se mami patjetër që gëzohet shumë për arritjet e tua dhe është aty, por ka dhe një anë të vetën që harron fare për suksesin apo karrierën, do të trajton shumë, vetëm kur të flet shumë normale dhe ndonjëherë ka ëndrat e saj personale që nuk ka lidhje me karrierën tënde. Për shembull, mbaj mend para shumë vitesh thoshte, sa mirë të ishe doktoresh, kemi qenë patjetër, po. Sa mirë të ishe doktoresh, ndërkohë ti sapo kishe bërë diçka shumë të madhe, domethënë kishe bërë buj, një sukses të madh dhe mami thoshte, edhe doktoresh nuk ishte keq. Nuk ishte keq. Nuk është, si të duket, të ka ndihmuar edhe kjo mënyrë që ato të kanë mbajtur me këmbë në tokë kështu? Po, patjetër që më kanë ndihmuar, sepse ata nuk ma kanë bërë qefi, nuk më kanë llastuar asnjëherë për arritjet e mia. Më kanë mbajtur gjithmonë me këmbë në tokë dhe unë gjithmonë kam menduar që okay, nuk është mjaftueshëm, duhet bëjmë më shumë. Domethënë kjo gjë më ka mbajtur që më ka shtyrë gjithmonë që të bëjmë më shumë, dhe pse e kam parë atë gëzimin në sy dhe atë krenarin në sy që kanë pasur, po gjithmonë kam thënë, okay, ndoshta mjafton se mami im është, ti e di, nuk gëzohet shumë lehtë. Sa të bësh fakultetin e mjekësisë? Mami im është, çe pyet, na knaqe. Po, a do ishe ti kjo që ishe dhe këtë sukses dhe qofte edhe këtë forcë që ke, nëse s'do kisha të prindër? Do të thënë, atë ka ndihmuar shumë ata, apo thua që është dhe thjesht e lindur? Sidomos tek pjesa e forcës e përballjes e pozitivitetit që ke ti që ta... Unë kam lindur me këtë aftësinë e të qenurit një mbijetuese. Ndoshta fakti që ata kanë bërë gjithçka që kanë mundur për mua, absolutisht. Por kjo nuk do të thotë që mua më kanë munguar shumë gjëra, dhe mendoj që gjërat që më kanë munguar më kanë bërë që të shty më fort përpara, dhe kjo gjë mendoj që është shumë e mirë. Ndoshta nëse do kisha pasur çdo gjë, do kisha qenë ndryshe, do kisha qenë shumë më dembele ndoshta, por unë jam mirënjohëse, jam shumë mirënjohëse për gjithçka që ata kanë bërë, edhe patjetër që ata janë pjesë e suksesit tim
Ela, forca dhe puna, forca dhe puna, forca dhe puna, forca që gjetë tek vetja, puna që punon, janë dy elementë shumë të rëndësishëm të kësaj interviste deri tani. Dhe nëse njerëzit do marrin një shënim dhe sidomos edhe vajzat reja që të ndjekin edhe të adhurojnë dhe dua mësojnë për ty, këto janë dy elementë shumë të rëndësishëm. Por, dashuria të dobëson? Mendoj që kur është e shëndetshme, të frymëzon dhe të bën që të jesh njëri më i mirë dhe të bën që të jesh njëri më kreativ. Kur është e shëndetshme? Pse e ke kaq siklet flasësh për jetën private? Sepse gjithmonë e kam parë si të shenjtë, mendoj që është shumë e lodhshme të jesh gjithë kohën, me gjithë shka që bën, të jesh përballë publikut edhe mendoj që kjo është një nga ato pak lukse që kemi ne si artist edhe e kam shtrënguar fort sepse është shumë e shenjtë për mua jeta private. Edhe nuk kam derë në fakt asnjëherë që ta bëj. Që të flasësh për ta? Jo. Në eksperiencën tënde, çfarë të me atë valixhet e tua të mësimeve që e kemi përmendur gjatë intervistës, çfarë janë dy mësime, një e bukur dhe një e vështirë që ke marrë nga historitë e dashurisë, nga dashuria në përgjithësi? Dashuria nuk janë fjalët e bukura, po janë veprat. Për mua është një fat shumë i madh që të kesh një njeri që të do vërtet për çdo të mirë dhe të keqe që ti ke. Mendoj që është shumë e rëndësishme që në një marrëdhënie të vërtet, në një dashuri të vërtet, të kesh pranë teje një njeri që nuk të tregon ty që e duhet kërkuar shumë, por bën gjithçka për ty, që të lejon që të komunikosh lirshëm, që t'jep forcë, që t'jep besim. Kjo është për mua dashuria e vërtet, që nuk dorëzohet në ditë vështira, por që është pranë teje, jo vetëm në ditët e mira, po edhe në të vështira. Nga çka ke frikë? Çfarë të frikson në jetë? Çfarë më frikson në jetë? Të humbas njerëzit e shtrenjtë. Ajo është frika më e madhe, që ti e the. Panikohem. Diçka që unë se kam në dorë vetë, ajo më frikson. Qa kam në dorë vetë, nuk më frikson asgjë. Ti kujt i beson? Meqense e përmende që ke një rreth të ngushtë, që patjetër izolimi yt i famshëm, familja, kujt i beson? Okej, përveç familjes, padyshim. I besoj njerëzve që kam përreth, miq të ngushtë, që unë në fakt shpesh herë zgjedh që mos t'i them, se nga që i kam shtrenjtë, edhe pse njihen një pjesë e tyre, prap mendoj që më mirë mos t'i përmend se më mirë t'i ruaj. Por e kam dhe këtoj që dëgjoj 100 vet dhe bëj si di vet, sepse mbi të gjitha i besoj lëkurës time dhe intuitës time. Ta i që përmendni lëkurën tani, a mund të zbutemi pak me të gjëra, bëj një pyetje sepse është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme në këtë kohë. Më e rëndësishme se vetë suksesi. Më e rëndësishme se vetë suksesi. Jo, po seriozisht, ti je gjithmonë shumë në formë. Je shumë në formë edhe shoh lëkura, everything. Flokët, këto janë flokët e tua. Po. Po, janë flokët e tua. Pa extension. I kam prerë. Dukshëm, mua nuk po rritëm për 2 javë, po ti ke edhe lëkurën e ke fantastike, format, barku të ri ashtu me atë lloj veshje, domethënë, jo, realisht shumë e vështirë të të ri barku ashtu dhe të dalësh me ishte ky problem fakt dhe isha ulur, edhe mendova që të ri ashtu ulur. Të ri ashtu ulur. Tani kujdesem shumë. Po si kujdesesh për shembull? Çka ke ti një formulë që ndoshta tash unë e di. Ti e di. Unë e di. Po unë kam shumë qejf që ti ta thuash të formulë sepse nuk para e thon formulën tënde. Po, që jam shumicën e kohës vegane. Më fal, ti nuk e the aq mirë atë që bën, se vegane është tjetër gjë. Ti je vegane dhe të shkosh të blesh gjëra që janë në kuti vegane, po ti nuk beson as te kutit. Sepse unë do ta them të detaj, do ta them. Ti mua më thoje mos merr
arra pa lëvosh, mos I ble të gatshme. Bëj vet, kur u mora gjallë kikirikut I thoj, mos e merr në kavanos, më bëj vet kikirikun dhe ma tregon si bëhet kikiriku. Po. Pra ti je shumë e fiksuar, ti shkon shëndeti deri në thelb, domethënë I shkon asaj gjë së shëndetshme, e do kështu, e do shumë natyrale, bio. Nuk e di këto vajin këto, shkon je nga ata që I kërkon vet mjatin e to, po. Bashkë me babin përdore, Në vërtet. shkojmë edhe për vajin e ullirit. Shkon vërtet vet? Po, vet. Sepse e shijoj shumë si proces. Vajin e ullirit e... Po si edukove ti te këto gjëra, domethënë deri te këto detaje që janë shumë të larta, pra ka qenë nga natyra, po neve tash jemi industrializuar shumë. Sepse kam besuar gjithmonë tek fuqia e të ushqyerit, që është në të vërtet sekreti I vërtet I një lëkure të mirë, e një energjie të mirë trupore. Në fakt e kam vërtetuar dhe me babain, I cili nga një sëmundje që kishte, që zbuluam, në një bisedë me doktorin, ai tha që 70% është ushqimi dhe 30% ilaçet. Dhe bashkë me babin, në fakt, ja kemi dalë që ta shërojmë sëmundjen e tij nëpërmjet ushqimit. Dhe unë kur të them që ti panikon, ishi pikërisht të kohë që më kujtohet që ti e merje babi që të hante supën e caktuar, nuk e di sallatën, avokado, nuk e majmon për që ishte shumë specifike dhe e merje dhe kontrolloi recetën I rije kështu në kokë. Rezultate të jashtëzakonshme në fakt. Babi mendoj që e ka shëruar veten e tij nëpërmjet mënyrës së ushqyerit. Unë jo besoj që në jetë paralele ti duhet bëj edhe një komplet, duhet kishe një industri për edukimin e përgatimit, sepse ke shumë të fortë, edhe se si ha dhe se si sa mirë gatuan. Kështu që në një Jam duke punuar në këtë drejtim. Do bësh libër? Nuk e di, po punoj. Diçka të dalë. Ç'o thua? Po. Do ishte kryevepër. Ti ka që fiksuar sa je Ela me ushqimin, domethënë jo vetëm me të ngrënit mirë, por të ngrënit të gjërave më të mira, ti duhet të kesh një ferm tënde që ti mbledhesh nga toka, I swear. Domethënë duhet të jesh aty. E kam ëndër. E ke ëndër. E kam ëndër që të kem një ferm timen, po, mendoj që kjo mund të jetë një nga lukset më të mëdhaja që mund të kem, që të kem një ferm me ushqimet që prodhohen aty me perimet që prodhohen aty në tokën time, dhe unë të kem mundësi që gjithmonë e kam parë këtë gjë si një ilaç që unë të shëroj prindrit e mi, që të ushqej mirë prindrit e mi dhe patjetër fëmijët e mi që do të kem. Okej, prindrit I dëgjuam, fëmijët nuk e kisha dëgjuar të artikuluar nga ty ndonjëherë. E the kështu apo po e ke menduar? E kam menduar, unë gjithmonë kam dashur që të kem fëmijë, sepse I dua jashtëzakonisht shumë fëmijët. Është e vërtet që ky mendim ka qenë më I shpesht në mendjen time kohët e fundit. Sigurisht që do kisha dashur që ta kisha një fëmijë dhe më herët, dhe është një ëndër e imja në fakt që edhe unë të kem mundësinë që të kem bekimin që të kem një fëmijë në jetë. A do doje të ngjante ty? Shiko, do doja shumë që të kisha një fëmijë siç jam unë për prindrit e mi, siç kujdesem unë për ta, të kisha edhe unë mundësi që të kisha një Elvan të vogël apo një djalë që të kujdesej për mua njësoj. Elvan vetëm bëu gati, se nëse ka një gjë që të mëson se si të humbësh kontrollin në shtëpia. Domethënë gjithë kjo pjesa jote aftësia që ke që ti mbash gjën kontroll gjithkohës, pastaj fëmia është sfidë tjetër, kështu që është një sfidë fantastike. Ata që e kanë provuar, më thonë që dy herë është gjëja më e bukur që mund të ndodhi në jetë. Jemi në fund, por pra do I kthehem asaj çfarë ty të pret. Të pret një koncert shumë I madh në Milano. Edhe është një arenë shumë e madhe, që para pak te ishte dhe këndonte Blanquito, që më kam shumë qef, që është super këngëtar nga më të famshmet Italisë, domethënë po ajo arena ishte para ca ditësh. Edhe Rosalia. Edhe Rosalia ishte aty. E cila u smur, unë ju siguroj që nuk do ushqem në një formë shumë të mirë, që mos helmohem. Dhe prandaj Rosalia duhet ta ndjek Elvanën, duhet të marrë këshilla. Me qira fjala po u elmu Rosalia. Jam shumë e lumtur për koncertin në Italisë, sepse në fakt më ka marrë shumë malli për një tjetër koncert të madh, dhe u bë kohë në fakt që nga hera e fundit që ishte në Lanxess Arena në Gjermani. Edhe
Ky procesi i përgatitjes për koncertin është pjesa ime preferuar, provat intensive, Koreografi, gjëra gjitha veshjet. Riorkestrimi disa materialeve, i gjithë procesi i punës që po bëhet me koreografin, Albinako, Alban Male, gjithë pra edhe një herë ekipi i punës që po bëhet gati për një koncert dhe një natë të paharrueshme, që unë vërtet me zy prese. Është një emocion shumë i vyer për mua të jem përballë atit publikut që do të jetë atë natë dhe të shikoj edhe një herë ato fytyrat lumturat, të dëgjoj ato njerëz që këndojnë edhe harrojnë hallet e tyre, edhe shijojnë mbrëmjen. Ti the do ketë riorkestrime. Ka dhe besoj që edhe këngë të reja, për shembull Sheqeri që sapo doli apo këngë të tjera nga trilogjia, besoj do jetë ato pjesë. Po patjetër. Këtë herë jam shumë e lumtur që më bashkohet Destanaj. Do vi Destanaj, super. Po, jam shumë me entuziaste për performancë që të kemi bashk. Sigurisht Migena, e cila e bëri të qaj në fakt një stadium të tërë. Edhe jam shumë e lumtur që është sërish prapë me mua. Dhe patjetër një nga bashkëpunëtorët e mi më të vjetër, Capital T. Fantastike. Për mua gjë më e rëndësishme është që ata shqiptarë që do të jenë aty atë natë të dalin më të gëzuar dhe më të motivuar për jetët e tyre. Shiko, Ela, tash po ndërkohë që ti flisje për koncertin, po mendoja që ne nisëm në studio muzikore dhe po e mbyllim prapë duke folur për punën tënde. Unë të jem e sinqert dhe ti e di sepse kemi diskutuar edhe para se bënim të intervistë, se ne nuk u takuam rastësisht këtu për folëm. Unë kam pas shumë siklet bëja këtë intervistën sepse ne jemi mikesha. Edhe është e vështirë dhe për pozicionin tim në këtë rast të intervistuesit, se gjithmonë kur subjektin e njeh shumë mirë si puna e psikologut që ndoshta ca gjëra i di më mirë se ç'duhet edhe i harron që njerëzit nuk i dinë edhe ndoshta i eviton. Ka gjëra të tjera pastaj që ti nuk e di sepse nga dashuria do që ti jesh sa më mbrojtëse. Pra janë gjithë elementet e këtij pozicioni që kam unë edhe marrëdhënies që kam me ty. Edhe jam përpjekur ti je profesionale dhe kisha dyshime dhe pyesja veten gjatë gjithë intervistës se si do ishim. Qoftë edhe kjo ndënja jon që është shumë e pazakont për ne të dyja që jemi shumë sportive dhe urrejmë takat. Po, vërtet. Por si gjithmonë duke respektuar pjesën e perfeksionizmit, duke respektuar audiencën edhe gjitha ambiente këto, besoj që kjo ishte edhe një pjesë e jona që është natyrale. Megjithatë duke pyetur veten nëse jam mirë, nëse jam okay, unë arrita një të vërtetë që kjo është e vërteta e madhe dhe këtë do ta them, është vërteta e madhe jote, që ti kjo je. Domethënë, unë nuk mbaj mend në gati 15 vjetë që të njoh, nuk mbaj mend 80% të situatave, 90% të situatave kur jemi takuar bashkë, ne kemi folur vetëm për punë, kemi folur vetëm për projekte, kemi folur vetëm për gjëra të reja. Shife këtë, qoftë edhe WhatsApp-et tona që fillojnë në orën 5 të mëngjesit. Po, faleminderit. I fundit ishte ma ktheve përgjigjen vonë. Sot kam shkuar në 4, po, më shkruaj në 6, në fakt jam pak me vonesë. Po. Dhe në gjitha diskutimet tona gjithmonë kanë qenë për ide, jo për njerëz. Domethënë këtë ke diçka që unë e vlerësoj shumë tek ty. Të njëjtën gjë kam dhe unë, edhe më ke frymëzuar gjithmonë me mënyrën tënde dhe fuqinë tënde që ke në punë. Po, duke menduar, pra edhe duke perceptuar edhe se çfarë publiku do, se çfarë publiku pren intervista, se çfarë publiku pren në kohën e realities. Në fakt kjo është reality e jotja. Kjo je ti. Kjo ke qenë gjithmonë. Pra, edhe mbas punës, takimet tona, sidomos tona kanë qenë projekte, por jam padyshim edhe me shokët e miqtë tu, edhe me Valdrinin patjetër që do takohesh, shkoni me pushime, po prapë është një projekt aty që po bëhet, po mendohet nga të dyja palët. Gjithë një rreth njerëzish që punojnë dhe ti je një prej tyre që je shumë punëtore. Pjesa tjetër pastaj gjithmonë hermetike je edhe në jetë. Po të hapësh WhatsApp-in, I swear to God, kështu je shumë e ruajtur, po të zbërthej të celular nuk do ndodh asgjë sepse kjo je ti. Nuk komenton as nuk them përgjigje, as nuk reagon te njerëz, as nuk futesh në konflikte me njerëz. Dhe kjo je ti në fakt. Edhe kështu që unë e vlerësoj dhe të respektoj shumë sepse në të vërtetën tënde, sado që mund të jetë shumë e ftohtë e vërteta për të tjerë, mund të jetë shumë hermetike, e pak kapërcyeshme, e çuditshme dhe ky hermetizmi jo të ketë krijuar shumë gjëra. Në të vërtetën tënde brenda e saj Elvana është kjo që është, kështu që vetëm gjë që unë do të sugjeroja këshillën nga mua dhe nga Valdrini. Po. Te që e the vet perfeksionin, që e ke atë pjesën që e the vet.
Po, edhe thash jam duke punuar, Edhe duke punuar, Jam por të pjesa tjetër absolutisht unë jam shumë e lumtur që të njoh edhe ditë them që ne të dyja gjëra të mëdha na presin përpara, sepse ne të dyja e gëzojmë miqësinë tonë me suportin, dashurinë, energjinë e mirë që japim njëra tjetrës, por mbi të gjitha çfarë ne na frymëzon dhe na nxjerr zemra nga syt është ku ka një projekt të madh dhe të bukur përpara, mundësisht që s'është bërë asnjëherë në Shqipëri. Yes. Është gjithmonë kënaqësi, nuk lodhesh kur me ty. Ke gjithmonë nga i gjë të rënë kokë. Faleminderit shumë, më gëzove shumë. Keep going and keep being you. Faleminderit shumë, të dua shumë. Edhe unë. Hajde, përqafojmë me më në fund të tregoj fustanet. Hajde njerë, për njerë. Ha super, pa. Më në fund, ja, edhe fustani mu. U quam në këmë. Edhe eqim, unë do eq pucët, më në fund. Edhe unë. Edhe pse këto janë këpucët që quhen Ela. Ela e ka Po, me vënë? fjalë Ela. Që quhen Ela. Që thua? Po, zot. Ja, dhe Valdrini, njofë. Po. Ándale.